Një nën me 3 fëmijët e saj të mitur, 8, 5 dhe 1 vjeç, që jetojnë për një vit në kushte të vështira pas vdekjes së kryefamiljarit, u mbështetën nga banorët të fshatit Bërdic dhe Këshillit Xhamis në këtë zonë, të cilët mblodhen fonde për ndërtimin e një strehe të sigurt për ta, por ëndra e tyre për të pasur një shtëpi zgjati pak, pasi Bashkia Shkodër ka nisur procedim për ndërtim të paligjshëm. Një nën moshë të re me 3 jetimat procedohet edhe çohet, diskriminohet para shtetit ose para policisë ose para bashkisë, nuk e di se kush i ka këta aty. Prandaj ne komplet si zonë që kena kontribu për me u ndërtu kja shtëpi, kërkojmë nga shteti, nga bashkia, kushdo tjetër që e merr këtë iniciativë për me na lu punimet e kësaj shtëpie, të vinë të na procedojnë ne komplet si katon. Jo këtë nën me 3 jetima. Kja është çështje bamirësie. Nuk ka çështje biznesit e njëna tjetër, si janë tu bë pa fund. Ati në kërkojmë me hek gjobën ose që kanë marrë procedurët këtu. Të indinjuar, banorët e Bërdicës kërkojnë që Bashkia Shkodër të tërhiqet nga ky vendim i padrejtë, pasi shtëpia modeste po ndërtohet për 3 fëmijë jetim.